Kështu që AI ka fillu të ndryshojë në formën e saj se si edhe programohet. Mirë, po përsëri të kthehemi te ajo. AI është një term shumë i madh. Është më shumë si ide. Brenda AI-t, si e thash, është umbrella, dhe brenda AI-t i ke pjesë tjera, sikurse machine learning ose deep learning. Përshëndetje të dashur miq të Open Mic dhe mirë se po takohemi përsëri këtu në studion ton të bukur, duke shpresuar që jeni sa më mirë dhe jeni duke ja kaluar sa më mbar. Do të flasim sot për inteligjencën artificiale, një temë tejet aktuale, më aktuale nuk ka se ku shkon dhe njëkohësisht mjaft e rëndësishme. Këtë temë do ta trajtojmë sot me një profesionist të kësaj lëmije, do të thoja unë, i cili është një ekspert i inteligjencës artificiale, Ervin Shaqiri. Ervin, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Është e jona. Ervin, mund na tregosh kështu të fillojmë nga themelët, do të thoja nga thelbi. Si do ta përkufizoje ti inteligjencën artificiale për publikun ton të zakonshëm dhe për çdo që na ndjek? Po, patjetër. Domethënë, inteligjenca artificiale është një term e cila kohën e fundit përdoret gati më në çdo sferë të jetës, po edhe fushat punës, është e hasim gjithandej. Inteligjenca artificiale ka ndryshuar definimin e saj shumë herë gjatë këtyre viteve. Domethënë, njëherë kemi pas termin machine learning, mandej kemi pas termin big data, kemi pas terme tjera që lidhen me inteligjencën artificiale. Është një fjalë kështu e gjatë, inteligjencë artificiale, kështu që edhe kur e përdorim tërkohën është bëhet monotone. Mirë, po për ta përkufizuar inteligjencën artificiale, mundeni ta mendoni si një ombrellë. AI, ose inteligjenca artificiale, është ombrella dhe mandej ka plot pjesa nën fushat të saj, sikurse machine learning, sikurse deep learning, sikurse këto gjëra tjera. Mirë, po si shembull i thjesht, inteligjenca artificiale është kjo, si them, është një mënyrë e marrjes mendimit të njerëzit ose mënyrën se si i zgjedhim ne problemet me inteligjencën ton dhe atë ta bëjmë në një format ekzekutiv programor. Domethënë të mundesh një kompjuter të mundet ta ketë kët në një format ku ta ekzekutohet si një software dhe të mund të jetë i ngjashëm me mënyrën e mendimit të njerëzit. Deri tani i kemi pasur programerët të cilët kanë pasur një requirement set, duhet bëhet ky software, dhe mandej kanë kaluar një periudhë kohore, e kanë shkruajtur kodin, e kanë testuar kodin e kështu me radhë. Tani ti e ke një model AI i cili nuk ka nevojë të shkruajë kod. Nëse ndryshon ndonjë send për këtyre requirements, ti vetëm e ndryshon fjalën dhe ty ta jep atë rezultatin e njëjtë. Kështu që AI ka filluar të ndryshojë në formën e saj se si edhe programohet. Mirë, po përsëri të kthehemi te ajo. AI është një term shumë i madh. Është më shumë si ide. Brenda AI-t, si e thash, është umbrella dhe brenda AI-t i ke pjesë tjera, sikurse machine learning ose deep learning. Ervin, çfarë të shtyu ti futesh kësaj rruge, kësaj fushe, dhe cilat mund të themi ka pas ndonjë moment kështu ndonjë vështirësi ose ndonjëherë ku ke thënë pse ju futa kësaj rruge? Pyetje mirë kjo. Nuk mendoj që në jetë njerëzit i futen në një fushë ose në një punë për shkak një arsye. Domethënë nuk mundet ta marri gjithë jetën time dhe të them ky momenti i caktuar këtu është arsyeja pse unë e zgjodha inteligjencën artificiale dhe fillova ta studioj e kështu me radhë. Mendoj që janë plot faktor. Duke filluar prej familjes, duke filluar prej studimeve, mirë po ka disa pikë specifike që mund të them bashk e kanë pru atë momentin që të materializohet tek ajo që unë të filloj ta studioj dhe të mirë me këtë. Inspirimi i madh kanë qenë, domethënë jemi me fat që jetim në Ballkan, sepse prindërit edhe i kemi kështu që të shtyn gjithmonë që sa më shumë të arrish. Është vërtet kjo. Kështu që ndonjë pritshmërit janë shumë të larta, por kjo është mirë sepse të shtyn ndërkohë. Po. Inspirim tjetër i madh kanë qenë profesorët e mi gjatë bachelorit. Bachelorin e kam kryer në Shkup tek Shtuli, dhe i përshëndes profesorët aty, sidomos profesorin Vladimir Radovski dhe profesorin Vizar Sheu dhe Adrian Besimin. Ato tre kanë qenë ato që më kanë inspiruar në fakt. Profesori Radovski e ka doktoratin e AI dhe ka bërë në vitet 90-ta, shumë më herët se sa AI çarkullonte në mendjet e njerëzve dhe bizneseve. Kështu që ata ndoshta janë ajo arsyeja pse unë jam inspiru ta ndjeki këtë fushën dhe atë të inspirojmë ta ndjeki në mënyrë akademike dhe profesionale. Rrugtimi im në AI në fakt ka fillu mbas universitetit kur punoja për një kompani të Hollandës, Sample Solutions, dhe aty mirëshim me big data, data collection e këto termat interesante. Pra aty mandi kaloj me një profesor Marian Gushev dhe fillojmë një projekt ku e hulumtojmë parashikimin e nivelit të gjakut, të nivelit të sheqerit në gjak,
mirë po pa me marrë një copës të gjakut, por vetëm prej rakjeve të zemrës. Dhe këtu është ajo ku fillojmë me vërtet të hyjmë më thellë në fushën e machine learning, në fushën e AI-t dhe të testoj metoda të ndryshme të publikoj këto hulumtimet e para që i kam bërë. Përsëri e them që nuk është jam zgju sot dhe kam thënë që sot do e bëj. Kjo ka qenë një proces. Ka qenë një proces, një rrugë. Procesi gjithmonë është një rrugtim është. Një rrugtim, po. Ervin, cili është ndryshimi kryesor mes machine learning dhe deep learning, kështu në një shpjegim të thjeshtë, do të thoya? Okej, se këto terme kanë ndryshuar shumë, domethënë lëmsh janë këto terme, edhe online, këto vitet e fundit janë lëmsh. Siç e thash, AI është ideja. Dhe ajo kjo funksionon si një lloj ombrelle. Përfundi asaj ke machine learning, të cilat janë metodat nëpërmjet të cilës ti do mund këto ideja ti materializosh. Kurse deep learning është një teknik specifike e kësaj metodës që përdoret për të arritur aty. Ma thënë e ke AI, e ke machine learning, që janë metodat, dhe mandej e ke deep learning, e cilat është një lloj teknike. Sigurisht që ke supervised techniques, unsupervised techniques, NLP techniques. Këto krit janë teknika që vijnë te kjo machine learning pjesa. Ndoshta në mënyrën për të gjithë shikuesit, nëse e merr ChatGPT-n, ChatGPT është AI. Mirë po ajo nuk është trajnu vetëm si them me AI, ajo është trajnu me modele të machine learning, me metoda të machine learning, që është NLP në këtë rast. NLP-ja mandej ka teknikat e veta, të cilat është masked language modeling, unsupervised learning, e gjithë këto gjëra tjera. Kështu që e ke AI që është ideja, mandej e ke machine learning metodat dhe teknikat janë deep learning, supervised, unsupervised. Kështu më radh. Inteligjenca artificiale tek ne, tek njerëzit tonë, do thoya kështu, që në shkup duke filluar në Maqedoni, në binatyrore që si përdor, domethënë, cilat janë ato metodat që më së shumti e sheh që përdoret inteligjenca artificiale tek ne, por në të njëjtën kohë edhe si keq përdoret, do të thoya. Do të filloj te kësaj fatkeqësisht. Te dita. Edhe gjatë studimeve në Austri duket fatkeqësisht mënyra që është përdor AI më shumë ti ka qenë për studentave, ti bëjnë provimet ose ti bëjnë detyrat e shtëpisë ose kjo pjesa tani në fund me ka dhënë një studim ku i analizojnë trunin se sa aktiv është njerëzve, domethënë të studentëve që nuk e kanë përdor ChatGPT-n dhe ato që e kanë përdor dhe rezultatet nuk janë mirë, ka shumë aktivitet shumë më të ulët të trunit, sidomos ato pjesëve që mirë me logjik dhe matematik, po dhe me shprehjen e mendimeve, është shumë më pak aktiv se sa ata që nuk e përdorin ChatGPT-n ose e përdorin vetëm si një lloj arsimtari ose si një lloj asistenti dhe nuk ja lejnë copy paste ta bëjnë. Përgjigjen se si ja jep. Mirë po, normal, kjo është e pritshme, se cila teknologji ka pjesët e veta ku do të keq përdoret. Mirë po, në Maqedoni më duket që për momentin ende janë duke provu ta gjejnë një mënyrë optimale për ta përdorur. Studentët e përdorin shumë, kjo dihet edhe për studime, mirë po ka disa të mençur që e përdorin vërtet të krijojnë teste të veta, të hyjnë më thellë, të gjejnë libra, dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë, ose me një anë ke një arsimtar me veti ku shkosh, një mentor me veti ku shkosh. Një mënyrë tjetër që përdoret shumë që e shoh është në fushën e marketingut. Një mënyrë tjetër është tek fusha e gazetarisë. I shoh që ka kështu momente ku dallohet pak se është sikur e përdor me AI ajo pjesa e tekstit që është gjeneruar. Po, edhin kjo është skemi që ti vëjmë. Besoj që në biznes për momentin përdorimi më të madh që është duke e pas në Maqedoni, flasim për Maqedoninë gjithmonë sepse jashtë ka shumë më shumë përdorime tjera, por është kjo pjesa e ChatGPT-s që mirret me gjenerimin e teksteve ose me përpilimin e teksteve ose me krijimin e këtyre raporteve të shpejta. E keqja mendoj që është se njerëzit janë mësuar që AI kur përmendet vetëm ta mendojnë OpenAI-n edhe ChatGPT-n ose Gemini ose këto modelet që mirën me gjuhë. Ka shumë më shumë tjera mënyra se si përdoret AI. Kjo është vetëm një për atyve gjuha. Kupton, ti ke tjera produkte që janë jashtë që përdoren për gjëra shumë të ndryshme. Për shembull, specializimi i fushës time që gjatë masterit është në life sciences ose më saktë biology, ADN, transcriptomics, genome sequencing, drug discovery. Drug discovery është diçka shumë interesante sepse ti e përdor metodat e AI-t ose machine learning për gjet hapat e reja ose për gjet mënyra të reja për të shëruar disa sëmundje që nuk ka shërim. Shembullin më të ri që e kemi pas ka qenë Covidi. Covidi në fakt është vaksina që e kemi marrë neve prej gjithë këtyre si kishin emrin këto Pfizer e këto tjertë, janë të bëme fix me AI.
procesi për ta bën një drug discovery, një hap për ta testuar, ky proces gjatë 10 vjet. Për aty në 10 vjetëve, do të 70% e kohës është të kjo të testosh variante të ndryshme të proteinave dhe a funksionojnë këto me organelet e cilat duhet të trajtohen. AI këtë mund ta bëjë shumë shpejt dhe e bën brenda disa ditëve. Dhe kjo është arsyeja pse Covid vaksina doli shumë shpejt. Kupton se tani është rrezik ta përmendi Covid vaksinën se fillojnë gjithë me ato të vetën, komente dhe kështu, po vlen të përmendet që ato vaksina që i kemi marrë fakt ja bën me AI. Nuk ka pas ka qenë hera e parë që janë bërë kështu. Tjera ke kështu, domethënë jemi mësuar të shohim dronët, të cilat fluturojnë vetë, jemi mësuar veturat të cilat voziten vetë. Për momentin duket në Amerikë do të ketë shumë kështu industria për shembull Amerika dihet që the bedrock e ekonomisë është kamionat dhe transporti me kamiona. Ato për momentin janë në rrezikshëm që do automatizohen gati 100%. Dhe ajo industri domethënë do zhduket komplet prej industria e transportit, logjistikës ka shanse të zhduket komplet automatizohet tërësisht. E cila është interesante se këtu kemi shumë mundësi për ta automatizuar këtë proces. Ka shumë raste të tjera që mendoj që AI duhet njerëzit të hulumtojnë më shumë se nuk është vetëm ChatGPT-ja, ka shumë se në tjera ku ka benefic shumë pozitive, po. Ervin, sa është e rëndësishme dhe çfarë roli luan etika tek inteligjenca artificiale? Po, etika është ndoshta një prej temave kryesore që flitet sidomos në Bashkimin Evropian. Nëse shkon në Amerikë ose nëse shkon edhe në Kinë, nuk është që etika ka shumë lidhje tek këto teknologjitë, sepse ata janë të orientuar që nëse kanë një problem, e duan ta zgjedhin problemin dhe të krijojnë produkte. Mirëpo Evropa është e pozicionuar në ashtu mënyrë që gjithmonë e sheh pjesën etike tek gjërat. Kjo është arsyeja pse më ngadalë shkon në Evropa, sepse provon të zgjidhje probleme të ndryshme. Ndoshta për anës të etikës, krej këto mënyrën se si ti e trajnon një model gjysor, sikur ChatGPT-ja, është që ti i merr të dhënat ose tekstet e gjithë internetit aty dhe i fut ato, e trajnon me ato dhe në fund ajo ti ngon si njeri. Problemi është se njerëzit, si prej natyrës, janë që kur shkojnë online, shkruajnë gjithçka. Bëhen racista, diskriminues, e kështu gjëra. Kështu që ato janë prezente tek modelet, sepse nuk janë filtruar. Kështu që nëse ti e ke pas shembullin qeveria e Austrisë kur e publikoi modelin kur aplikon për vend pune, e kishin një AI i cili do vendosë cilat kandidat kalojnë në raundin e intervistave dhe cilat jo. Kjo ishte ideja sepse nuk do ketë më faktor njerëzor, nuk ka diskriminim, nuk ka fotografia, po është thjesht sa i ka ato deshin ta bëjnë kështu meritokracinë perfekte. Mirë po, aty e kupton që në fund krejt aplikantëve vetëm meshkujt zgjidheshin, nuk zgjidheshin femrat. Sepse modelin që e përdorshin dhe ato që i kishin trajnuar atë modelin, në fakt e kishin marrë datasetin që i pranon gjithmonë meshkuj dhe i jep përparësi meshkujve. Kështu që femrat nuk punsoheshin dhe nuk kaleshin në raundin tjetër të intervistës. Prap diskriminimi. Tjerat, kështu momente ka pas shumë. I ke pas momentet edhe me, për shembull, ti e ke një problem në mjeksi me këto modelet. Sepse është shumë thjesht ti të mund të shkosh të bësh në një takim me doktorin, me mjekun, ai të jep në një hap dhe kështu se ende ti tani ka bën mirë, ket te kush ta ankohesh. Dhe nëse ja delegon krejt këtë një modelit, s'mundet i thush pacientit kështu më tha kompjuteri dhe s'kemi çka bëjmë, nuk funksionon. Kështu që ka disa momente që etika është shumë domethënëse. Prandaj edhe tek universitetet në Evropë është gjithmonë ti e ke gjatë studimeve e ke një lëndë që mirret me etikën e AI dhe si ajo të përdoret në mënyrë që tjerët nuk i rëndon. Pa marrë parasysh në çfarë aspekt. Si mund të mbrohen informatat, privatësia, domethënë informatat personale të njerëzve kur kemi të bëjmë me inteligjencën artificiale, sepse shpesh herë po e shoh një farë ndjesie frike tek njerëzit rreth e përqark, ose prej ChatGPT-s, po thonë se po dalin se çka kam shkruar ose çka e kam vetë ChatGPT. Kjo është vërtet deri diku. Në fillim ChatGPT-ja në fakt nuk është publikisht, oficialisht e thanë me për këtyre kompanive, mirë për këtë të dhanunat që komunikoni, ato normal përdoren përsëri brenda për të kriju modelet më të mira e kështu. Për të mbrojt, fikeni internetin, kompjuterin, shkonin mal dikundi, hiç mos përdorni teknologji. Vetëm ajo alternativë. Vetëm ajo kam vetë, po kështu.
ne jetojmë në një kohë ku privatësia po e merr një farë definimi tjetër. Privatësia më nuk është që ti ke dhe aq kontroll ndaj kësaj pune. Momentin që ti hyn në një website, me njëra ty e ke ti ta merr lokacionin, të tregon se prej nga je, me njëra shef se çka ke post search më herët, ku ke qenë më herët, cilave faqe dhe të sugjeron produkte, ku e di unë kështu gjëra të ndryshme. Privatësia jote më nuk ekziston kur hyn në botën digjitale. Ajo është e lidhme me gjithë produktet, sepse me një anë ti edhe shef benefitin e kësaj. Ti kur je në YouTube, nuk të sugjeron tyje video për fëmijë 5 vjeç, po sugjeron diçka që ty të pëlqen. Piku e din që ty të pëlqen, sepse ti e ke klikuar terms and conditions dhe i ke dhënë çastje tek informatat e tua, të ndjekje, të shohë se çka bën online, dhe prej kësaj të sugjeron content i cili të rekomandon content që ty ka shumë gjasa të pëlqejë. Që benefitet janë aty te kjo pjesa kur ti e sakrifikon privatësinë tënde deri diku, sepse e ke një lloj benefiti. Mirë po kjo edhe keq përdoret prej kompanive të ndryshme. Tani ti e ke problemin që me anë të këtyre AI toolsave, ti mundet këto që janë si scammers, të çojnë emaila që tingëllon si njeri normal, si kompani e vërtetë, gjeneron website-in aty direkt, logon, dokumentacione falso, dhe ty të thotë një investo kaq para këtu dhe në fund fundit i gjitha. Kështu që rreziqet janë aty, mirë po mënyrën se si mundet të mbroheni prej kësaj është që të komunikoni me atë pjesën e njerëzve që njihni që janë në IT. Ata mundet t'ju sugjerojnë që hey, këtë mos e bon, rruaj prej kësaj, si ti parandalosh disa gjëra, mos të humbet passwordi për shembull, pse mos ta përdorish diklinen si password, po të përdorish diçka që është më e komplikuar, më randomly generated, mos jetë passwordi, se të neve kështu, mos ta harroj e bëj sa ma lehtë. Kështu që ka disa teknika që mund të përdoren, po duhet të komunikoni me njerëz që mirën me fushën edhe ato mundet ju në japin një dorë ndihmë kështu. Po. Apo krijon Ervin AI një hendek midis njerëzve që kanë qasje në teknologji dhe atyre që nuk kanë qasje në teknologji dhe si mund të shmanget një gjë e tillë? Teknologjia mendoj që prej në fillim gjithmonë ka qenë aty për t'ia lehtësuar njerëzve punën dhe për t'i bërë më produktiv. Natyra e AI-t për momentin është që natyra e teknologjisë në fakt e gjithë produkteve softwareike është në ashtu mënyrë që ajo ka vlerë vetëm nëse njerëzit e përdorin. Kështu që edhe mënyrën se si ato plasohen në treg është në ashtu mënyrë, janë bërë në ashtu mënyrë që mund të lehtë të përdoren edhe nëse ti nuk ke kurfar backgroundi të shkencave kompjuterike ose AI-t në përgjithësi. ChatGPT mundet secili ta përdore e merr edhe flet sikur me një person. Ti s'ke nevojë të kesh as pak njohuri të teknologjisë për ta përdorur. Kështu që nuk mendoj që ato që nuk janë tech savvy, që s'do mund të kyçen në këtë të përdorin këto toolsa, thjesht them që duhet të jenë më hulumtues dhe proactive, që të fillojnë të kërkojnë sa më shumë, të edukohen sa më shumë dhe të përdorin këto teknologji dhe mos të lejnë aty në harres dhe mandej mbas 10 viteve kur të bëhet ajo kryesorja, të thuajnë as kam pas kohë ta mësoj, tash edhe këtë duhet ta mësoj. Është një sens që besoj që gjithë duhet të investojnë pakës më shumë kohë, ta kuptojnë se çka është, se ta dinë që nuk është ndonjë qenie mbi natyrore që vendos për gjithçka, se thjesht është, domethënë në fillim ka qenë kjo mënyrën, domethënë një analogji shumë e bukur se çka ishin këto si ChatGPT, si Gemini, i thjeshin sikur papagaj. Si papagall, domethënë vetëm një papagall që ja ke dhënë ti gjithë internetin dhe ja thu 2-3 fjalë edhe si papagalli shi thonë të fjalët. Kështu ishte në fillim mendoshte. Hulumtimet për momentin doin ta verifikojnë këtë pjesën, ta dëshmojnë këtë pjesën që në fakt ka mendim, që këto modelet mund të mendojnë. Mirë po ende nuk është aty, nuk ka reasoning, edhe pse shkruajmë reasoning, thinking te modeli nuk është ajo, po hulumtimi është duke tentuar që ta tregoj ato. Ervin, kthehemi pak kështu te e ardhmja, do të thoja unë. Cilët janë ato punë që mendon ti që rrezikojnë, nuk e di, mbase ndryshojnë shumë, ndryshojnë rrëndësisht ose mbase zhduken plotësisht nga inteligjenca artificiale. Flasim për, nuk e di, 5, 10, 15 vite larg prej këtu. Po. Teknologji gjithmonë vijnë me një kosto ku shumë prej vendeve të punës që kanë qenë më përpara do zhduken. Nuk e di sa e mbani mend, po në fillim kur kanë dalë këto typewriters që shkrushe dhe iPhone të din me atë letër në kështu sendet, këto i shkruajnë gjithë librat, speeches që i kanë politikanët, këtë shkruajnë aty, kopjet ashtu bëheshin. Mirë po, erdhi kompjuteri edhe tani ka pas vend specifik pune për këto njerëz, që ka studiu edhe është bë
shkrues ta përdore këtë mashinerinë. Erdhën kompjuterat, erdhi AI, këta njerëz nuk ekzistojnë që moti. Kupton? Mirë, po këta njerëz mundet të orientojnë diku tjetër të jenë më produktiv. Mendoj që shumë prej gjërave që janë, si them, rutinë, si punë rutine, që nuk ka nevojë shumë ta lodhish trunin për ta bë, këto ndoshta do automatizohen shumë shpejt. Si për shembull, që i përmenda këto kamionat që janë në Amerikë, logjistika në Amerikë, ti vërtet ke njerëz që vozisin me orë, me ditë të tëra, me muaj të tëra, dhe veç e ka rrugën shumë drejtë. Në Amerikë është rruga janë veç drejt. Edhe ai veç drejt rinën aty tërkon, nuk lëviz. Kjo këtë mundet të automatizosh. Nuk ka nevojë të rija aty kot e kot. Don veç trije. Veç lodhet. Veç lodhet. Mendoj që kështu lloj punësh do zëvendësohen shumë shpejt. Punët administrative për shembull, këtë e kam thënë shumë shpesh që nuk e kuptoj pse Maqedonia ka shumë numër të madh administratorësh, kur do të mundet shumë lehtë me AI ti ndryshosh këto sende dhe ti bësh shumë më të shpejta dhe më të sakta. Sepse mundet ta shohësh problemi fiks ku ka ndodhur dhe s'u ndale prej rregullave, plus e ulën nivelin e diskriminimit dhe nivelin e racizmit. Mirpo, kështu lloj punësh mendoj që do largohen. Mirpo, jo plotësisht. Sepse përsëri e them që nuk mendoj që këto do e zaventësojnë njeriu, do jenë si asistentë të njerëzve. Do jenë aty që ta përshpejtojnë punën, të jesh më produktiv. Mirë, për kësaj do dalin dhe punë plot të reja. Të reja, po. Gjithmonë kështu e ka dëshmuar teknologjia që në fillim po është ajo që largojnë shumë vende pune, zhduken shumë vende pune, mirë po në anën tjetër ti ke edhe shumë vende pune të reja që krijohen. Kjo nuk është vetëm për njerëzit, për shembull, do mendojnë tash po ju që mirëni me programim, ju e keni shumë lehtë, ju e keni gjetë fushën perfekt. Për momentin tregu nuk është aty. Këta që mbarojnë fakultetin për momentin ja kanë shumë zor të gjejnë ndonjë punë me njerëz që dalin prej fakultetit, ose edhe të gjejnë punë vetëm me 2 vjet eksperiencë. Sepse AI për momentin mund të shkruaj kod më mirë se këta. Dhe nuk ka nevojë kompania të investojë kaq shumë në junior developers ose në praktikant, ose në kështu gjëra. Kështu që në fakt fati e deshti që njerëzit që pësojnë të parët janë fakt ata që e kanë kriju programerët. E çuditshme është në fakt. Ervin, si mund të bashkëpunojnë disa bashkësi, për shembull qeverit, universitetet, por mbas edhe bizneset që ta zhvillojnë inteligjencën artificiale? Kjo është një pyetje interesante. Për momentin më duket në Evropë është AI Factories, quhet iniciativa. Këto për momentin kanë hapur Bashkimi Evropian bashkëpunime me plot qendra nëpër shtetet e Evropës, ku ti mund të aplikosh ndonjë mbush një formular të gjatë aty, tregon se çka është, dhe pa marrë parasysh kush je, profesor, je startup, je diçka tjetër. Ti mund të aplikosh, ti përdorish superkompjuterët e Bashkimit Evropian, datasetet e Bashkimit Evropian dhe të krijosh produktet e tua, të japin servera, GPUs e ku e diun çka aty. Tingëllon shumë bukur kjo, zgjat shumë kohë. Eksperienca për momentin tregon që ju zgjat me shumë njerëzve ta aprovojnë që të mund ta marrin një server, kështu që është pakës problematike ajo. Mirë, po kjo është një problematikë që qeverit gjithmonë i komplikojnë pak si shumë sendet. Birokratinë kanë qef shumë, se janë parat e publikut, tatimi jonë është. Kështu që s'mundet veç t'ja japë dikujt, më duhet një server, kushton kaq parë, se di 100.000 euro në muajt, edhe tani qeveria thotë, okay, mbasi duhet ta japim, nuk funksionon kështu, duhet ketë dokumente. Mirë, po prandaj shtetet sikur Amerika që janë hiperkapitaliste, këto e kanë shumë shpejt të krijojnë produkte të reja, të krijojnë bashkëpunime të reja, për shkak se gjithçka është private andaj. Shteti andaj nuk financon në një gjë për AI. Krejt janë këto biznese private, sikurse që e ke Tesla, sikurse që e ke OpenAI, krejt janë privately owned companies, që në fund të fundit ato janë ato që i bëjnë hulumtimet më të mëdha. Në Evropë është problemi që edhe në Austri ka qenë problemi shumë që qeverit nuk investojnë mjaftueshëm në AI. Për momentin më duket vetëm në Amsterdam që ka investuar qeveria e Hollandës rreth 2 bilion euro ka dhënë grant universitetit andej, dhe për momentin gjithë andej janë fokusuar pak. Mirë, po sa e dimë në Maqedoni është vetëm kjo vezilka. Këto duhet të jetë pjesë e kësaj AI Factory të Bashkimit Evropian, që të mund të aplikosh për resurse. Edhe më duket tani është kjo Edi Ramës, kjo Djeza, si e ka emrin kjo ministresha e AI që është shesharake. Është interesante që e ka gjetë një mënyrë për ta përdorur. Mirë, po nuk besoj që në shtetet tona do ketë ndonjë bashkëpunim aq shumë të thellë, saqë do ketë ndonjë sens që është wow.
fatkeqësisht ato janë mundësitë. Mirë po mendoj që universitetet ka për shembull organizata kryesore që është si them një bashkëpunim me të gjithë universiteteve të Bashkimit Evropian, Amerikës dhe globale, quhet ELIS. ELIS është shumë prestigjioze dhe aty ka vetëm individ specifik dhe universitete specifike që miren vetëm me AI dhe me machine learning dhe hulumtimet në atë fushë. Ato janë shumë abstrakte, janë shumë të thella, kështu që nuk do gjejë ndonjë aplikim direkt në ndoshta derisa ne jemi në këtë botë, kupton, janë shumë abstrakte. Mirë po është përsëri edhe në Evropë është ky problemi se sa duhet të investohet në AI, sa duhet të investohet në fusha tjera, a ja vlen të investohet atë shumë sepse shtetet si Amerika si Kina ecin shumë shpejt përpara. Kështu që është një temë që është ende kështu në diskutim edhe andej. Ervin, a mendon se inteligjenca artificiale e zhvilluar te mase, e avancuar shumë e shumë siç është, domethënë e përsosur në çdo aspekt, mund të jetë e rrezikshme dhe si duhet t'i përballemi ne këtij diskutimi ose këtij mendimi, do të thoja? Fuqia atomike mund të përdoret për ta krijuar një qendër për gjenerimin e rrymës elektrike për gjithë shtetin, do të jetë në kosoturët, ose për një bombë që do e shkatërrojë gjithë globin. Inteligjenca artificiale nuk është kështu teknologjie që mund të ta shkatërrojë krejt globin. Përsëri kushton shumë pare për ta mirëmbajtur këtë sistem. Domethënë kosto është tetë e lartë saqë asnjë shtet për momentin nuk është që do mund ta përballojë vetë atë për gjithmonë dhe ta dominojë globin, si është kjo. Asaj që i referoni ju është kjo pjesa që e kemi parë shumë shpesh tek filmat e Hollywoodit, që e kemi pas shpesh tek këto doomsday conspiracy theories, ku e di unë, që inteligjenca artificiale do arrijë një pikë që quhet the singularity, dhe ajo pika do jetë ku më nuk dallohet a është njeri, a është AI, dhe AI mundet vetë të krijojë gjëra të reja. Dhe kjo është ajo pjesës që i frikojnë, sepse nëse ti ke një qenje tjetër tani që mundet vetë shpike sende, atëherë çka e dallon njeriu pikë kësaj qenjes dhe pse mos për ta ruajtur vetveten, ti vjen ideja që duhet shkatërrohet njerëzimi që unë mos shkatërrohem, që mos ma fikin rrymën. Off switch mos bëjnë. Dhe kjo është ajo që shpesh flitet. Mirë, po unë mendoj që kjo është shumë larg, dhe kjo është më shumë për marketing, kjo është më shumë është larg. Të jetë më interesant kështu The Terminator filmi të jetë. Nuk mendoj që kjo do ndodhë, kjo është shumë larg, dhe po të ndodhë kjo është shumë larg dhe deri atëherë do ketë ndonjë fail-safe system, do ketë mënyra tjera. Ervin, për fund, çfarë do t'ju thoje të rinjve, studentëve që mbase duan të futen edhe më thellë, të zhvillojnë karrierën e tyre në inteligjencën artificiale, në këtë lëmi? Unë mendoj që nëse je një person i cili ose e cila nuk do vetëm të fokusohet në AI, sepse kjo është fleksibiliteti i fushës sikur AI, sepse ti në fakt tani mirem me life sciences, ka tjerë që mirem me robotik, kanë tjerë që miren me signal processing, kanë tjerë që janë me autonomous driving, me marketing, me kujt diçka, me psikologji ka shumë që miren. Kështu që nëse një person që don t'i kombinoj fushat, është një shans shumë e mirë, edhe nëse je pakës kështu që ka qejf këtë botën teknike, është shumë mirë që të mund të zgjedhësh një fushë ku mund të balancosh të dyja, sepse AI ka aplikime edhe tek biznesi, në akademi, marketing, inxhinieri, gjithë këto. Kështu që ti mund të kombinosh të dyja, ta gjesh vetveten në një vend ku ka një impakt tek shoqëria dhe të mund ta krijosh një të ardhmë pak më të mirë për tjerët. E kuptoj. Ervin, faleminderit shumë që ishe sot pjesë Open Mic. Faleminderit shumë. Dashur miq, këtu erdhëm në përfundim të kësaj bisede kaq të këndshme. Shpresoj që edhe juve t'ju ketë pëlqyer e ta keni shijuar po aq sa ne. Ne patjetër do të takohemi të njëjtën e ardhshme në të njëjtin orar. Deri atëherë, mirëmbëjtje.